Të krishterë ortodoks në Ukrainë dhe Rusi festuan Pashkët, ditën më të shenjtë në kremtimet fetare për këta besimtarë, ndërkohë që dy vendet janë përfshirë në një përballje shqetësuese dhe kreu i kishës ukrainase dënoi atë që e cilësoi si agresion rus në atë dheun e tij. Në mesazhin e tij për Pashkët, Patriarku i Kievit Filaret tha se është ndërmarr agresion dhe padrejtësi ndaj Ukrainës paqëdashëse. Ai e cilësoi Rusinë si vend armik dhe shtoi se sulmi i saj ndaj Ukrainës do të përfundojë me disfat. Ndërkaq në Moskë, Patriarku i Kishës Ortodokse Ruse Kiril udhëhoqi lutje për besimtarët rus në Ukrainë dhe bëri thirrje për paqe dhe bashkëpunim. Ai citohet të ketë bërë thirrje për ndaljen e prapaskenave të atyre që duan të shkatrojnë Rusinë e shenjtë. Këto komente u bën disa orë pasi qeveria ukrainase njoftoi pezullimin e operacioneve të sigurisë për të nxjerrë ekstremistët prorus nga ndërtesat që kanë uzurpuar. Autoritetet thanë se vendimi lidhet me festimet për Pashkët. Ndërkaq në mesazhin e tij për Pashkët, presidenti i përkohshëm i Ukrainës, Oleksandr Turchinov, tha se ukrainasit po jetojnë në një kohë kur janë të varur nga fati, por po tregojnë me vendosmëri përpjekjet e tyre për liri dhe drejtësi, ndërsa kryeministri Arseni Yatsenyuk në intervistën e tij të Pashkëve akuzoi sërish presidentin Putin se po kërkon të formojë sërish Bashkimin Sovjetik.